Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pastroni tërësisht zorrët dhe eliminoni fryrjen e barkut vetëm në pak minuta. Ja receta. Pastrimi i zorrës së trashët është shumë i domosdoshëm për ta mbajtur trupin të shëndetshëm dhe të ekuilibruar. Në këtë video ne do t'ju paraqesim mënyrat se si të pastroni zorrën e trashë përmes bimëve medicinale. Nenexhiku, kjo është një bimë me shumë virtyte dhe pothuajse shumica prej këtyre virtyteve janë të lidhura me sistemin e tretjes. Nenexhiku ndihmon në pastrimin e zorrëve nga parazitët dhe bakteret. Kamomili. Çaji i kamomilit lehtëson inflamacionin dhe përmirëson tretjen. Ju duhet të pini një filxhan çaj kamomili çdo ditë në mënyrë që të pastroni zorrët nga parazitët. Kopra. A keni dëgjuar për çajin e koprës? Ai ka aromë të freskët, është antiinflamator dhe mbron sistemin tretës. Ky çaj është i përkryer kur ndiheni të plot apo të fryrë. Nëse pini çaj kopre pas çdo vakti, kjo do t'ju ndihmojë të ndiheni më mirë. Trumz. Kjo është një bimë medicinale e cila vjen nga mesdheu. Trumza është antiinflamatore dhe antibakteriale. Ajo është shumë e mirë për pastrimin e zorrëve dhe parandalon formimin e parazitëve. Poshtë që pastron organizmin, kjo pije mbush trupin me energji. Ndihmon tek ndjenja e lodhjes kronike, dhimbja e kokës, energjia e nivelit të ulët dhe tek humbja e peshës. Sot është me shumë rëndësi që rrënjësisht të pastrojmë trupin ton nga helmet e ushqimit të shpejtë dhe nga të gjitha të tjerat që i fusim në organizmin ton. Gjithashtu, pastrimi i zorrës së trashë mundet që të na ndihmojë për të eliminuar toksinat dhe bakteret e këqija nga ky organ. Kjo mund të na ndihmojë për të pasur një zorrë të trashë dhe të shëndetshme dhe të përmirësojë gjithashtu tretjen. Ne këtu do të paraqesim një recetë natyrale të përbërë nga mjalti dhe uthulla e mollës. Për të krijuar këtë përzierje, kjo do t'ju ndihmojë në pastrimin e zorrës së trashë dhe do t'ju duhen ujë i pastër, 2 lugë uthull molle dhe 2 lugë mjalt. Përgatitja. Në një kavanozë apo në një gotë të thellë përzieni të gjithë përbërësit. Trazojini mirë derisa të krijohet një masë kompakte dhe mjalti të shkrijë mirë në përzierje. Konsumoni 1 deri në 2 lugë nga kjo përbërje çdo ditë në mëngjes për të pastruar zorrën. Konsumoni shumë ujë gjatë këtij procesi. Këshillohet që të konsumoni sa më shumë produkte ushqimore të cilat përmbajnë sasi të mëdha uji, siç është bostani. Këshillohet që ta përsërisni këtë rutinë 2 deri në 3 ditë rresht. Siguroni që të konsumoni sa më shumë fruta, perime dhe drithra për të pastruar zorrën. Largimi i mbetjeve dhe gjithashtu parazitëve nga zorrët mundet që të parandalojë shumë probleme. Në 70 vjet jetë zorrët kryejnë procese mbi 100 ton ushqim dhe 40.000 litra lëngje. Kjo do të thotë që rreth 7 kg mbetje fekale dhe toksina munden që të akumulohen rreth barkut. Kjo mund të infektojë gjakun dhe shëndetin e përgjithshëm. Nëse keni depozita të mbeturinave brenda dhe toksinave mund të sëmureni nga artriti ose nga sëmundjet e këqija. Kapslëku, sindromi metabolik, obeziteti, diabeti, mbipesha, sëmundjet e mëlçisë dhe të veshkave, problemet e shikimit dhe dëgjimit, problemet e lëkurës, flokëve dhe të thonjve si edhe shqetësime të tjera janë simptoma të zorrëve toksike dhe të pranisë së mbeturinave në to. Për të pastruar zorrët nga mbetje toksike ka një trajtim natyral i cili vepron në mënyrë efikase. Është një trajtim me miell fara liri dhe kefir i cili zgjat 3 javë.
Përveç se pastron trupin tuaj nga të gjitha toksinat, rregullon dhe shkrin yndyrën në gjak. Në vend të mëngjesit, përdoreni këtë përzierje. Java e parë ju duhet një lugë gjelle fara liri të bluara dhe 100 ml kefir. Java e dytë, 2 lugë gjelle fara liri të bluara dhe 100 ml kefir. Java e tretë, 3 lugë gjelle fara liri dhe 150 ml kefir. Farat e liri duhet që të jenë të bluara. Gjatë këtij trajtimi duhet të pini 2 litra ujë në ditë. Mundet që të shtoni dhe pak mjalt për shije. A vuani rregullisht nga konstipacioni ose lëvizjet e parregullta të zorrëve? Studimi sugjeron që 15% e amerikanëve janë viktima të kapsllëkut kronik. Sëmundje të tilla tretëse çojnë në ndërtimin e mbeturinave në muret e zorrës të trashë. Zorra e trashë kryen shumë funksione thelbësore. Nuk ndihmon vetëm në eliminimin e jashtëqitjes, por gjithashtu nxjerr krip dhe ujë nga mbeturinat para se ta ekskretoni. Ruan pH-in dhe gjithashtu lufton kundër baktereve të dëmshme. Mos funksionimi i zorrës së trashë mundet që të shkaktojë implikime serioze shëndetësore siç janë alergjitë e lëkurës, gurët e tëmthit, sëmundjet e zemrës dhe të tjerë. Shumë prej tyre kanë zbuluar që kryerja e një pastrimi të zorrës së trashë është një parandaluese e lehtë për të shmangur problemet e zorrës së trashë në të ardhmen. Perimet jeshile, zarzavatet, pagjethe, spinaçi, kale, lakrat e Brukselit, asparagu, zarzavatet, lekset, bizelet janë të gjitha të pastura me klorofil, i cili ndihmon në pastrimin e traktit të zorrëve dhe si rezultat qetëson në zorrën e trashë. Ajo gjithashtu ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë dhe në mbrojtjen e trupit nga toksinat në mjedis. Mundemi t'i ziejmë perimet, t'i shtojmë në supa ose t'i skuqim me pak salcë, me pak gjalp ose vaj ulliri. Xhenxhefil. Xhenxhefili ka veti antiseptike dhe është e dobishme pasi mundet të stimulojë tretjen. Mundet që të shtohet në çdo lëng ose mund të hahen direkt. Shtoni një lugë çaj lëng xhenxhefili dhe mjalti. Përzijeni në një filxhan me ujë të ngrohtë. Kjo përzierje mundet që të konsumohet 2 herë në ditë. Ju gjithashtu mund të bëni një smoothie. Përbërësi që do t'ju duhen janë një lugë xhenxhefil, një mollë e prerë, një filxhan spinaqe dhe një karrotë e prerë. Përzijeni të gjithë këta përbërës me një gotë ujë dhe smoothie juaj është gati. Pini atë një herë në ditë për të siguruar funksionimin e duhur të traktit të zorrëve. Lëngjet e bëra duke përdorur mollë dhe limon. Mollë dhe limonët janë të pasur me lëndë ushqyese që përmirësojnë veprimin e tretjes, siç janë vitamina C dhe A, antioksidant dhe fibra. Ju mund të bëni lëngje të shijshme nga këto fruta. Merrni gjysmë filxhani lëng molle, shtoni 2 lugë lëng limoni dhe 1 lugë çaj lëng xhenxhefili. Përzijeni në gjysmë filxhan ujë të ngrohtë. Ju mund ta pini këtë përzierje një herë në ditë për të ndihmuar në detoksifikimin e zorrës së trashë dhe për të inkurajuar gjithashtu tretjen e duhur. Uthull molle. Uthulla e mollës gjithashtu ndihmon në largimin e mbeturinave nga trupi duke ruajtur bakteret e dobishme. Mundet që të merret së bashku me mjaltin për të pastruar gjithashtu zorrën e trashë dhe për të rikthyer sistemin e tretjes. Përzini uthull molle të pa përpunuar dhe mjalt në sasi të barabarta, 2 lugë. Përzijeni në një gotë ujë dhe pijeni atë një herë në ditë. Ai jo vetëm që do të largojë toksinat, por ka edhe shumë përfitime të tjera shëndetësore, të cilat janë tepër të dobishme për shëndetin tuaj. Ushqimet e pasura me fibra. Fibra është e shkëlqyeshme për mbajtjen e shëndetshme të zorrëve dhe pastrimin e zorrës së trashë duke eliminuar
mbeturinat jashtë trupit. Ju mund të përfshini kokra të tilla si fasule, thjerza, quinoa, bollgur ose perime si bizele. Mjedrat, mango, fiku dhe arrori gjithashtu ndihmojnë në ushqimin e zorrës së trashë. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.